Në momentin kur më kanë ardhur lëndimet, ka qenë vitin 2015, dhe prej momentit kur kom fillu me pas lëndime, aspekti psikologjik ka qenë gjithmonë shumë i vështirë. Për një sportist, pjesa ma e vështirë gjatë karrierës janë lëndimet. Janë diçka që vijnë pa prit, edhe që nuk e din qysh me u sjell. Ndoshta ke ushtru shumë mirë për një kampionat botëror, edhe ndodh që 4-5 muaj para asaj gare vjen lëndimi edhe se din as qysh me u sjell. 4 vitet e fundit gjatë karrierës më thonë që jam zgju prej gjumit me dhimt, gjatë ditës kom pas dhimt, edhe kur kom ra me flet kom pas dhimt. Kom pas një lëndim shumë serioz në qafë, kom pas herni diskale që kati pothuaj se ishte aty në limitet e saj për me prek boshtin korrizor. Edhe anën e majt e kom pas 4 vitet e fundit ose 5 të karrierës as 50%. E dora jeme e majt ka qenë adut, ose arma jeme e fort në luft. Kështu që një farë forme na u ka desht me jo adoptu aspektit tem psiqik, aspektit tem fizik, me ju përshtat, me stërvitje, edhe ndoshta me ndru pak taktike ose mënyrën e luftës, për shkak se dora jeme e majt mos ishe njejt. Kështu që ndoshta krejt kjo periudhë e vështirë për shkak lëndimeve që e kom pas, ka bo që unë një vit e gjys para lojrave olimpike në Tokyo me fillu me pas atak paniku, edhe realisht nuk e kom dit as qka është. Thjesht, ndodhë që ishim gara, edhe një natë para garave kemi qenë në Katar në Doha, në Masters, edhe jëmë zgju natën, nuk më isha me ungi frym, ja kom fillu me u djerësit, me u dridh, edhe nuk e disha as qka është. Ishim dhomë bashkë me distrin, edhe ajo qu qka ki, thash se di qa o të ndodhë, se di s'ja mirë. Edhe ishim kati në 50, ma e keqa është që dritarët su apshin. Tha isha me hynë lifti shumë i ngusht, kisha frikë që mos përbojt hala ma keq. Kështu që krejt rasisht e kom kuptu se qëfar problemi e kam, edhe që ndoshta kjo është desht me u trajtu. Po këto e kom kuptu ndoshta pas përfundimit të lojrave olimpike në Tokyo, edhe nuk është ferë që një sportist si unë me përmbyll karrierën qashtu që kom përmbyllojnë.